Komisionere e Bashkimit Evropian për punë të brendshme Cecilia Malmström i dorëzoi qeverisë së Kosovës udhërrofyesin për liberalizimin e vizave. Ky dokument paraqet një listë gjithëpërfshirëse reformash të cilat duhet i plotësojë Kosova. Këto reforma kanë të bëjnë me lirinë e lëvizjes, riintegrimin dhe ripranimin, sigurinë e dokumenteve, menaxhimin e kufirit dhe migrimin, luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit si dhe të drejtat themelore. Përfundimet e dialogut për viza do të varen nga progresi i qeverisë së Kosovës në plotësimin e këtyre kërkesave, siç është shprehur dhe komisionera Malmström. As I said, this is something that has been taken a little more time than for the rest of the countries in the neighborhood. Siç thash, ky proces ka marrë më shumë kohë se vendet e tjera fqinje, por ne jemi këtu. Ne e mbajtëm premtimin, ne e dham udhërrofyesin. Pas meje janë dhe 26 vende të Bashkimit Evropian. Kemi eksperjenca të mira dhe jo të mira me vendet e tjera, por gjithçka do të bëhet në mënyrë transparente, pra nuk ka asnjë lloj konspiracioni. Kjo është ajo që ne duam me të vërtetë me qeverinë e Kosovës, që të nisë liberalizimi i vizave me Kosovën, që është një çështje tashmë për të gjitha vendet e rajonit. Udhërofyesi për liberalizimin e vizave përfshin reforma të cilat do të duhet të implementojë qeveria e Kosovës për të krijuar një mjedis të sigurt për të udhëtuar pa viza. Sa do të bëhet realitet udhëtimi pa viza dhe se kur do të bëhet, varet nga angazhimi i qeverisë për implementimin e këtyre reformave të vështira në terren. Marrja e udhërofyesit është fryti i punës së përgjithshme të institucioneve të Kosovës, por ministre kosovare për integrim Vlora Çitaku nuk ka përmendur ndonjë afat se për sa kohë do të mund të arrihet deri tek liberalizimi i vizave. Nuk do t'jap asnjë datë për fillimin e procesit të liberalizimit të vizave, por ju premtojmë që do të punojmë shumë për të plotësuar kriteret që na keni caktuar. We have come to realize that the enlargement process in general and visa liberalization process in particular is based on lessons learned. Ne kemi kuptuar që procesi i zgjerimit në përgjithësi dhe ai i liberalizimit të vizave në veçanti bazohen në mësimet e dhëna. Për Serbinë do të jetë më e vështirë se sa për Kroacinë, por nuk mendojmë se një gjë e tillë do të ndodhë edhe me Kosovën. Kriteret për Kosovën janë më shumë, por kjo sepse Komisioni Evropian mësoi nga e kaluara. Udhërofyesi për Kosovën përmban 101 kritere, 2 fish më shumë nga ato të vendeve të rajonit. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë sqaruar se kjo është bërë në mënyrë që të mos përsëriten gabimet që janë bërë me shtetet e rajonit. Përfaqësuesit e delegacionit kosovar janë shprehur optimist se qeveria e Kosovës është e përgatitur dhe se do t'i plotësojnë të gjitha kriteret e kërkuara. Presidenti i Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga e ka përshëndetur vendimin e Bashkimit Evropian që institucioneve të Kosovës t'i dorëzojë udhërofyesin për liberalizimin e vizave. Dokument ky që mundëson plotësimin e kushteve për udhëtim të lirë në Bashkimin Evropian të qytetarëve të saj. Presidenti i Kosovës e vlerëson këtë hap të rëndësishëm të Komisionit Evropian dhe të vendeve anëtare që kanë mbështetur këtë proces, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Po ashtu dhe qeveria e Republikës së Kosovës përshëndeti dorëzimin e shumëpritur të udhërofyesit për liberalizimin e vizave të ndërmarrë sot nga Komisioni Evropian, e që është në koordinim me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.